Ne bashkëpunojmë me pakicat në Kosovë, me të gjitha ato që dëshirojnë të kontribuojnë, të përfitojnë, të integrohen, padyshim që ministri Rashić është ministër shembull i qeverisë tonë, por gjithashtu është edhe ministri i cili ka kontribuar për komunitetin serb më shumë se sa cili do ministër tjetër në këtë pozitë para tij. Dhe unë besoj që sulmet që i ka përjetuar ministri Nenad Rashić është pikërisht për shkak se ju ka ndihmuar komunitetit serb. Ky ju ka ndihmuar shumë serbët e Kosovës dhe prandaj është sulmuar. Se po mos ndihmonte serbët e Kosovës ministri Rashić, atëherë mos puna e tij do ta sulmonte. Mirë po, kur e kanë parë që gjithnjë më shumë serbët janë të kënaqur me kontributin që ky jep, me ministrinë e tij, me buxhetin për serbët në nevojë, e kanë sulmuar më shumë. Janë friksuar, andaj janë përpjekur ta friksojnë. Mirë po, kanë dështuar. Ne bashkëpunojmë edhe me pakicat e tjera dhe synojmë që në mandatin tonë të ardhshëm qeveritar, me mua si kryeministër, t'i kemi edhe ata në mazhorancën tonë e në kabinetin qeveritar. Ka procese të hetimit të cilët janë duke u zhvilluar nga organet tona lidhur me atë se çfarë ka ndodhur dhe padyshim që tash ne nuk dëshirojmë që ndërhyrjen e tyre politike ta kemi si përgjigje politizimin ton nga ne si qeveri. Policia, prokuroria tash do të merret me të gjitha këto raste, ndërkaq që ju takon subjekteve politike që të ankohen dhe të adresojnë që të gjitha këto shkelje dhe unë inkurajoje, uroj që këtë ta bëjnë për shkak se pikërisht ankesa, pikërisht kritika është dëshmi e lirisë. Dhe ne jemi dëshmitar që në vitin 2025 po kemi pluralizëm politik tek serbët për shkak se 20% të tyre, së paku 20%, pavarësisht gjithë kësaj lufte hibride e këtyre sulmeve e kërcënimeve, nuk e kanë votuar listën serbe. Ka qenë bindja ime se lista serbe nuk është dashur fare të certifikohet. Këtë gjë ka kërkuar edhe subjekti politik që u udhëheq në KQZ. Mirë po, ju e dini që ne i kemi aty vetëm 2 antarë prej 11. Ndonë se i kemi pasur 50.3% të votave në zgjedhjet e shkurtit vitit 2021. Pra nuk e kemi as 20% të antarëve, ndërkohë që i kemi më shumë se 50% votave. Ky është një nënpërfaqësim diskriminues që i është bërë lëvizjes vetëvendosje, e cila ka kërkuar që të mos certifikohet lista serbe. Nuk ka pas mirë kuptim nga PDK, LDK edhe AK. Thjesht ato e kanë pamundsuar korumin ku do të vendosej për një gjë të tillë. Sot nuk do t'i kishim këto probleme. Pikërisht tash ka qenë koha që ta marrë mësimin lista serbe duke mos e lejuar certifikimin e saj. Mirë po u bë certifikimi, sepse i shihni çfarë 3 partish opozitare i kemi fatkeqësisht. As për këtë gjë nuk kanë mundur që të mbajnë qendrim parimor.